Zoti Islami, po nga ana tjetër procesën, si e shikoni, a nuk është duke çuar ajo drejt dorëheqjes e Tiranën, nisur nga fakti që protestuesit kanë deklaruar se do të jenë aty edhe në gusht, edhe në fillimin e sezonit të ri politik, pra në shtator e tutje? Protesta vërtet ashtu nis dhe ato objektiv ka, por protesta është sabotuar, është përçar, sepse në protest kanë futur hundët dhe thonjtë e tyre, zbulime të huaja, njerëz të ndërsyer nga lobi greko-izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë dërguar këtu njeriun e tyre, i cili ditë për ditë thot mos shkoni në protestë, thot po hajdeni këtu tek partia ime. Nuk është nevoja t'ja përmend emrin sepse i ngrëvlerat po t'ja përmend emrin, por shqiptarët dhe ju vetë e dini se për kë bëhet fjalë. Pra e shikojnë ditë për ditë, e dëgjojnë ditë për ditë, thot ditë për ditë të njëjta gjëra dhe praktikisht e ka realizuar gjysmën e programit ai. Gjysmën e protestuesve i ka hequr, i ka përçar. Ai erdhi për ta përçar protestën, pra të u fut në protestë. Po sa i përket vetë protestuesve që janë në terren dhe protestojnë ditë për ditë përpara kryeministrisë, a mendoni se mund t'i arrijnë objektivet e tyre për ta detyruar Edi Ramën që t'jap dorëheqjen duke qëndruar aty deri në fund të vitit 2026? Pa dhe dorëheqjen Sali Berisha nuk jep dorëheqjen Edi Rama, harroje. Po Sali Berisha është opozit. Sa është njërë tjetër, pa dhe dorëheqjen Sali Berisha nuk ikën Edi Rama, ka i di unë. Tjerat se cili i kupton vetë. Sali Berisha i bëri dhe ndryshimet në strukturën e sekretariatit, kryesisë, rikonfirmoi sërish Flamur Nokën, pra duket se do të ketë një dorë të fortë kundrejt Edi Ramës. Absolutisht jo. Ka vënë atë sozin e tij, si thuash, alter egon e tija. Jo zotëri, s'ka bërë zgjedhje në Partinë Demokratike ai. Në Partinë Demokratike ai qeveris me dorë të hekur si Enver Hoxha. Eksaktësisht më tamam, të njëjtën politikë, të njëjtën veprim, të njëjtat veprimet, e njëjta taktikë, e njëjta strategji që kishte Enveri në Partinë e Punës, të gjë bën dhe ai. Kështu që harroni se mund të ketë njëri shpresë Sali Berisha. Zoti Islami, Spaku nga ana tjetër ka filluar të lëviz disa gur, po themi, teksa ka nxjerrë disa detaje të dosjes Aruba ku dyshohet se përfaqësues qeverisë shqiptare janë takuar me përfaqësues të trafikut ndërkombëtar të drogës duke bërë pazare në ishullin e Amerikës Latine. Në këtë rast ju si mendoni, a do të jetë dosja Aruba, pra ky takim sekret që mund të fundosë Edi Ramën? Më dëgjoj një minutë. Spaku e di kur do flasi, ta din shqiptarët. Spaku do flasi mbasi të ketë rënë nga kali Edi Rama. Vetëm atëherë do flasi Spaku, tani jo nuk flet. Tani bë sikur flet, por nuk thot asgjë. Tani është kthyer nga Spak në Aspak. Megjithatë, Klodian Braho deklaroi në Komisionin e Ligjeve se nëse do të ketë fakte, dokumente, mund nis një hetim edhe ndaj vetë Edi Ramës. Nëse apo që i ka mal në tavolinë, me këtë dhe ai. Flas me prova të thojë ai. Provat i kanë tavolinë. Po s'ka prova për çfarë problemi ka që nuk vepron? Çfarë pengon Spakun që nuk vepron? Se nuk e lë Edi Rama, si çfarë pengon, i vete robolja mbas veshit, po që se vepron. Pse budallë janë ata të lënë kokën? Po nuk është drejtësia e re për cilën votuan deputetët në kuvend 2015-ën. Drejtësia e re është rinovuar, drejtësia e vjetër e vitit 45-46 me Samardhi me Tenekexhi të Enver Hoxhës. Ajo drejtësisht vendosur, s'ka drejtësi tjetër në Shqipëri. Mos shpresojnë qytetarët se ka drejtësi. Dhe po e shohën ditë për ditë. Hajdini në dyert e gjykatave të shikoni se ç'po bëhet. Me pronat, kanë nga 20 vjet, 25 vjet që i sorollatin e nuk u japin provat. Pronat. Sepse ai agjencinë shtetërore të kadastrës e ka marrë vetë në kontroll, agjencinë e trajtimit të pronave e ka marrë vetë në kontroll, gjithçka i kanë në varësi dhe absolutisht asnjë në pushtë nuk guxon që të thotë një gjysmë fjalë se nuk ikën puna, ikën koka. Në këtë rast ju mendoni se Spaku mund veproj pasi Edi Rama të bjerë nga pushteti? Ndërkohë ka një dosje. Po, ka një dosje. Ka një dosje që protestuesit e kanë dërguar në Spak, që është vetë libri i Edi Ramës, Albanian Files. Po, edhe çfarë pastaj? Do rri atje. Si s'po rri. A nuk mendoni se do ta hap Spaku këtë libër
në mënyrë që sa të jenë komunistët të pushtet harroje se do hapet ajo dosje. Shqipëria është shitur, zotëri. Shqipëria është shitur. Shqipëria ishtë dhënë Izraelit. Po s'ka fakte për këtë gjë. Hebraistës them. Ishtë dhënë Çifutistanit Shqipëria. Po s'ka fakte për Kush këtë ka gjë. shtynë balë shikon? Urdhoni? S'ka fakte për këtë gjë. S'ka fakte? A nuk deklaron e bia e ati Trumpit Amerikan që thot unë e kam bler Izrael atë Sazanin $1,500 milion, apo e deklaron? Ajo deklaroi që po kalonte rastësisht dhe aty pa një ishull si Sazani që ishte kredi. Deklaron tani, çka deklaruar tani që është në Amerikë, jo kur erdhi këtu, jo. Çka deklaruar tani në Amerikë që në mediat. Unë për media e lëdo se nuk di anglisht. Ajo ka deklaruar dhe ka thënë. Po, Zoti Islami si njeri drejtësisë, si mendoni cilat duhet të jenë hapat që Spaku duhet shkojë te Edi Rama për t'i hyrë në zyrë, për t'i trokitur, për t'i thënë kjo është dosja mbi cilën ju duhet jepni llogari, apo për ta thirrur në Spak? Asnjërin as tjetër nuk bën dot. Duke marrë lej nga policia e shtetit, duke u shoqëruar nga policia e shtetit. Policinë e shtetit e ka ai, gardën kombëtare e ka ai, prokurorti ka ai, ku do vej? Si do vesh Edi Rama? Jo, zotë, e ka mbyllur qarkun e pushtetit ai ciklin. E ka bërë pushtet autokratik, vetëm ai dhe askush tjetër. Dhe këtë e shikojnë për ditë. Në çdo vend të botës, zotëri, që deklaroheshin në media këto që po deklarohen në Shqipëri, për 5 minuta ishte qëruar nga pushteti. Në çdo vend të botës. Përjashton në Shqipëri se shqiptarët janë mësuar që t'i gënjesh, dhe është vërtet fjala e Khrushchevit që tha shqiptarët shiten për 5 aspra, vërtet u shit kemi për 5 aspra. A mendoni se po shiten në këtë? A mendoni se po shiten shqiptarët në këtë rast? Po të shitur janë, për një rrogë 300-400.000 lek ose 300-400 dollar, polici mbron një diktator që po pi gjakun e njerëzve. Ja këta janë policët. Ja ata janë policët, ata e mbajnë, shko afro po deshe. Po si është e mundur që në theth banorët e pranuan sërish Edi Ramën për të ulur për të folur me të, ndërkohë vitin e kaluar ai bëri atë që pam? Për turp të tyre. Për turp të tyre që e pranuan. Ja kaq, ne kanë pranuar, nëse ai atje nuk ka çuar punojës të bashkive. Edhe i ka paraqitur se kur janë banorë të thethit. Nëse nuk ka marrë në një spion atje në një patronazist atje që të vej dhe të apresi të flas me të. Pse mund ta ketë bërë këtë gjë? As bëhet fjalë për gjithçka nga komunistët. Komunistët i bëjnë të tëra në funksion të mbajtjes së pushtetit. Siç kanë vrarë 45 vjetë rjesht, siç po vazhdojnë të vrasin dhe sot e kësaj dite, dhe atëherë i vrisin nëpërmjet ligjit, sot i vrasin fshehurazi. Njëtin gjë bëjnë. Komunistët për pushtet nuk të falin. Po Edi Rama thotë se është më i kulluari, është më i drejti, është më hyjnori. Kush thot? Edi Rama. Për veten e vetë? Po. Derisa ka budallëqe besojnë dhe thot mirë bën. Zoti Islami, të ndalemi tek një aspekt ku para disa ditësh një ministre e qeverisë serbe bëri një deklaratë sipas së cilës ajo theksoi se nëse do të ishte në vend Miloševićit do ta spastronte edhe më shumë Kosovën etnikisht. Ndërkohë Kosova e shpalli këtë ministre non grata, Bashkimi Evropian e dënoi deklaratën e saj. Nga ana tjetër Edi Rama u përpoq ta kaloj me humor duke thënë se nuk merret me të tillë qyryk që flasin të tilla broçkulla në Beograd. Ju si e komentoni, pse Edi Rama nuk reagon kaq ashpër sa që reagon me protestuesit, por sillet kaq butë me përfaqësuesit e Beogradit? Po cili Edi Rama? Ai Edi Rama që bëri marrëveshjen e ndarjes së territoreve me Thaçin dhe me atë Grenellin, që quanin atë që futin Amerikan. Ai Edi Rama do dalë të kundërshtoj atë. Edi Rama që ishte për Open Balkan, për Ballkanin e hapur. Edi Rama që është vazhdues besnik i urdhrave që jep
Beogradi i Dušan Mugoshës dhe i Miladin Popovicit, Edi Rama që është vazhdues besnik i veprës së Enver Hoxhës dhe i tradhtisë kombëtare që bëri Enver Hoxha lidhur me çështjen e Kosovës, çfarë thua? Jo më zotrin, jo, Edi Rama nuk ja mban që të flasë kundër asaj, nuk ja mban, më trëmbet. Shqip, mos e quani trim atë. Ai është trim kur ka polici rreth rrotull që ai trim është sa udhton me një skort me 6-7 veta. Në një kohë që kryeministrat e botës vënë dyqane dhe blejnë më këmbë ose lëvizin në rrugë me bicikletë. Po kjo ka gjak të madh çka për të paguar këtij populli. Ndaj ai është frikacak dhe ndaj tremët dhe nga ata ustallarët e tij, padronët e tij, kryesisht të Çifutistanit sot, se vajti në Çifutistan dhe u bë dhe Çifut, madje tha dhe atë zahun e tij e ka bërë Çifut, e tjera. Pra, ky është Edi Rama. Zoti Islami, por a nuk është trimëri të thuash në mes të Beogradit në sy të Vučićit që ai duhet njohë Kosovën? Zotri, atë e bëri dhe në Greqi ai. Ai gënjen budallet, jo neve, unë jam jurist. Ashtu nuk flet një burr shteti nëse e kërkon veten tjetë burr shteti. Pse nuk flet ashtu? Sepse një burr shteti kur flet me dokumenta shtetërore, me protokoll dhe me vendime, me rezoluta edhe tjera. Ai na këto s'ka bërë asnjë. Ai vetëm dele dhe leh atje, thot Kosova është shqiptare, thot edhe kaq, atë thonë kanë marrë në rrugë. Madje sa i përket rezolutave. Po. Madje sa i përket ka miratuar ndonjë rezolut? Po, madje sa i përket rezolutave. Po. Të lutem, se më të pret disa herë, ta mbaroj llafin. Po. Ndjes. Ai s'ka bërë asnjë rezolut deri tani. Në dash me Grekun për çamërin, në dash me për Kosovën. Asnjë rezolut s'ka bërë. Të tëra janë shashka që i hedh për opinion, për konsum publik, po jo veprime diplomatike serioze. Asnjë veprim diplomatik serioz s'ka bërë. Ose në ka bërë, ma thoni ju se se di unë. Jo, për të përforcuar argumentin tuaj ditën e djeshme grupi parlamentar i Partisë Socialiste e hodhi poshtë rezolutën që do duhet dënonte deklaratat e ministres serbe, qeverisë serbe. Ja erdhe aty ku thash unë që ai bindet verbazi Beogradit nuk janë ban, nuk është burr, nuk është trim. Po të gjithë të nështruar të Beogradit janë këta sepse i gjithë grupi parlamentar e hodhin në blok. Sepse Partia Komuniste Shqiptare është krijesa e Beogradit, zotëri. Ka lindur nga mitra sërbe kjo parti. Dhe nuk mund ta shajë në nënën e vet. Kjo është Partia Komuniste e Shqipërisë. Këta janë komunistë shqiptarë. Këta kanë qenë, këta janë, këta se sa do jenë pasaj nuk e dim. Po këta kanë qenë dhe këta janë.